Të dielën në të gjithë vendin do të zhvillohet procesi I votimit për zgjedhjet parlamentare 2025. Në qarkun Shkodër kanë të drejtë vote 275.864 shtetas të ndarë në 415 qendra votimi. Bashkia Shkodër ka 169.539 votues, Bashkia Malësia e Madhe 45.906 votues, Bashkia Vaudejës me 39.975 votues, ndërkohë Bashkia Fusharës vijon me 8.817 votues dhe Bashkia Puk me 11.627 votues. Procesi I votimit do të nisë në orën 7, ndërsa do të përmbyllet zyrtarisht në orën 19 nëse nuk do të ketë shtyerje nga KQZ. Në qarkun Shkodër, në fletën e votimit do të garojnë 11 parti dhe koalicione me një numër total prej 165 kandidatësh. Deri më tani nga votat e diasporës, nga të dhënat zyrtare të KQZ në qarkun e Shkodrës nga 17.452 shtetas të regjistruar, kanë bërritur 12.992 zarfe me vota, thon ndryshe 74.44% e tyre, ndërsa do të numërohen dhe quhen të vlefshme votat që do të mbërrin deri në orarin zyrtar të mbylljes së procesit të votimit në Shqipëri. Qarku I Shkodrës do zgjedh një numër total prej 11 mandatesh.